Buçim në bu CHI. Bu CHI podcast. është një mënyrë e bukur për të kaluar një të diel. Mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Ç'kemi? Mirë, si jeti? Unë nuk të shoh, domethënë duhet të kthehem këtej që të shoh. Pra kur duket jam duke të parë, po gënjej. Ato do e përdorim vetëm për mesazhet më vonë, nëse kemi gjëra të rëndësishme, gjithmonë do kthehemi nga kamera dhe do i drejtohemi atij që dëgjon. Nga kamera nuk jam duke të pamë aty do. Kjo është. S'ka problem. Ç'kemi? Ç'a bën? Mirë, ditë diel, zyrë, pa jetë private. Pse pa jetë private? Apo është momenti tani ku duhet të sakrifikosh nga të gjitha anët? Po, mirë ishte sepse ne marrim kohë me kredi. Sa herë që ke zgjedhje, po ndodh edhe kur je student, sa herë që ke periudhë provimesh, merr kohë me kredi dhe pastaj e lan më mbrapa. Normalisht. Unë mendoj që gjithë ato kohët që jepen është njësoj si gjumi, sa do të flesh një të shture apo një të diele, asnjëherë nuk e rekuperon do atë dëmi që i bën trupit, kështu që thjesht mund të gënjesh veten deri në një farë pike. Prandaj janë të vështira ato vendosja e prioriteteve. Ajo ndodh gjithmonë, po nganjëherë është në mos e vetja mënyra kryesore për ta motivuar veten. Dhe ndodh gjithmonë për shkak të objektivat mëdha që ti e gënjen veten se thua derisa të arrihet ky objektiv. Më kupton? Pastaj kur arrit objektivi ti ndikej një lloj borësie, që është borësia gjithmonë mbas suksesit, se mbaroi ajo tash, po tash, më kupton? Me që para se të kalojmë këto gjërat formale, kështu si rrutina magjistari, më kujtoi vetë kafi një pyetje që në fakt e kisha provuar, më do ta bëj direkt me që fole për motivimin. Beson tek motivimi? Është gjë real motivimi kur flas me shefa ose me kolegë, domethënë, nga që puna jon ka të bëjë shumë me njerëz, ne menaxhojmë projekte ndërtimi etj, normalisht duhet të planifikojmë dhe le të themi bëjmë goxha politikë të brendshme brenda një kantieri ose një projekti. Dhe ka gjithmonë dy shkolla mendimi, ca thonë që motivimi është i vërtet, njerëzit mund të motivosh nëse di të motivosh, edhe një pjesë tjetër që thonë që motivimi është diçka që kështu surreale, që nuk është aq eksakte se sa duket dhe personat nuk mund të motivosh, janë thjesht ata që e kanë një zjarr brenda vetes. Ti si mendon? Çiko, besoj përplasja këtu është dhe më e thellë. Përplasja është njeriu idiosinkratik, pra i izoluar nga bota përreth dhe i përgjigjet vetëm sinjaleve të brendshme, apo a komunikojmë ne me njëri tjetrin dhe ai përgjigjemi sinjaleve të jashtme. Unë mendoj që ne i përgjigjemi sinjaleve të jashtme. Pra, njerëz të tjerë mund të na motivojnë, sikurse mund të na dekurajojnë. A është kjo 100% e jashtme? Unë nuk besoj. Pra besoj që njerëzit e jashtëm ngacmojnë një gjë të brendshme. Kështu që besoj si për çdo gjë tjetër e vërteta gjendet diku në mes. Në përgjithësi pozicionet ekstreme nuk janë asnjëherë të plota. Edhe kjo është në shumë çështje. Për shembull, unë kam qenë student drejtësie, po edhe si pedagog i drejtësisë e përdor shpesh, është çfarë është e drejtë. Pra si e gjejmë çfarë është e drejtë. Edhe kur je student drejtësie, bie shkurt të thuaj që çfarë është e lishme, po ka ca gjëra që janë të lishme, po janë të padrejta, dhe ka ca gjëra që janë të lishme, të drejta, po të palishme. E lishme nuk është domosdoshmërisht e drejtë. Dhe ti kalon në një element tjetër që janë paktën dy shkolla filozofike. Njëra është e cila bazohet tek pasoja, pra konsekuencionalizmi, dhe tega kryesore e saj është utilitarianizmi, dhe varianti tjetër është deontologjizmi, që ti bazohesh tek veprimi. Por po ti marrësh secilën nga shkollat, ka një moment që ti e çon në ekstrem që asnjëri nuk bie dakord. Tani parën shumë në filozofi, po e kam fjalën që përgjithësi e vërteta është gjithmonë midis. Është gjithmonë midis dy ekstremeve. E përmendë për pak, po është pak e vështirë për ne që jemi jashtë edhe. Po t'jap shembullin atëherë.
kur vendos për diçka, që është e drejtë apo e gabuar, ti fokusohesh te veprimi apo fokusohesh te pasoja? Pra nëse fokusohesh te pasoja, atëherë nuk ka asnjë veprim të mirë ose të keq. Pra, dhe vrasja, dhe tortura, dhe përdhënimi, dhe çdo gjë nuk është e mirë ose e keq, është neutrale. E gjitha është te pasoja. Dhe këtë e mendojnë ata që fokusohen tek consequentializmi, pra që bazohen tek pasoja, consequences. Derisa ata që bazohen tek veprimi, deontologjikët, nga Immanuel Kantin edhe ndjekësit e tij, thonë që shiko, ca veprime janë të mira, ca veprime janë të gabuara, pavarësisht pasojës. Pra, pavarësisht së arsyes pse ti e vret një njeri, ta vrasësh është gabim. Tani në të dyja rastet, ti po ta çosh në ekstrem, ti shikon që njerëzit fillojnë të heqin dorë. Për shembull, unë i them studentëve një shembull, për shembull, nëse kemi një makinë self-driving car, pra që ecën vetë. Edhe makina tash do e programojmë që në një moment aksidenti ndodh, dalin gjithë makinat, do duhet zgjedhje, o ti të përplasë një makinë përballë, o të përplasë një motor. Në motor e dim që ka vetëm një njeri, në makinë e dim që ka 4-5 veta. Çfarë është e drejtë? Dhe përgjithësi studentët prirën shkojnë tek motori me idenë që sa më pak njerëz të vrasim, aq më mirë është. Sa më shumë njerëz të shpëtojmë, aq më mirë është. Dhe pastaj unë filloj edhe ja vështirësoj kazusin dhe them, dakor, po nëse motoristi është në urë, është sipër urës, dhe shtyje ti që ndalonte makinën që të shpëtonte të tjerët, fillo bëhet më vështirë. Një pjesë e madhe thonë jo, një pjesë vazhdojnë insistojnë. Edhe thua, po sikur ky motorist të shkon në spital për një check-up. Dhe ndërkohë 4 veta kanë bërë aksidente dhe e diti me eksaktësi që njëri do mëlçin, tjetrit i duhet zemra, tjetrit i duhen 2 veshkat. Do 2 tjerëve i duhen veshkat. A do ishte ti dakord që një njeri krejt shëndetshëm që ka ardhur për check-up, t'ia heqësh organet me që do vrasim 1, do shpëtojmë 4? Dhe pjesa e madhe thonë jo. Atëherë është i njëjti motorist, është e njëjta logjik, pra vrasim 1, shpëtojmë 4, po asnjë nuk bie dakord me këtë të fundit. Kështu që e njëjta gjë po të marrësh deontologjizmin, pra që një veprim, për shembull Kanti thotë, nëse vjen një vrasës dhe thotë që ku është viktima, ti nuk mund ta gënjesh. Më kupton? Tani kjo është çike vështirë, e kupton? Po tani me ajsa kupton, me atë çfarë ti si individ, si person beson. Ku është e dura? Domethënë në rastin më fillestar, se ai rasti fillestar që e ka bërë si ushtrim ose si pyetje problematike nxënësve dhe studentëve, qarkullon edhe si meme kështu nëpër Instagram, Facebook, është famshme, po, the trolley car problem, po. Tani si bëhet hallet? Se edhe unë kam edhe njerëz që thonë që ti nuk bën asnjë gjë. Ti thjesht e lë gjën të ndodhi. Të ndodhi si të ndodhi. Unë shpresoj që këta njerëz mos i vëmë kurrë në tretim se ata të marrin qafë. Pikërisht, mua më duket domethënë shumë minimalisht më e keqe kjo, se është shumë e vështirë të zgjedhësh një drejtim, 4 apo 3 apo 2 apo 1 apo nuk e di unë, largo zot. Po të thosh kështu që ç'pun kam unë me ta, është pak e frikshme si gjë domethënë. Shiko, si thash, pra e vërteta gjendet diku në mes. Njeriu është shumë e rëndësishme të ketë një sens empatie. Prandaj unë nuk do t'i besoja kur drejtimin e një shteti, shtëpie, organizate, një njeriu që nuk ka empati. Sepse njeri pa empati është shumë i rrezikshëm, sepse nuk mos pas emocione, nuk arrin ta kuptoj pasojën e veprimit vet. Dhe mendoj një nga arsyet pse studentët bien dakord në fillim që le të lëvizë makinat shtypi një motorist dhe nuk bien dakord që të marrësh një njeri të shëndetshëm t'ia shqyesh organet për të shpëtuar 4 tjerë, është gjithë empatia kur ti mendon procesin se sa i tmerrshëm është që të shkosh në spital, si thjesht për një check-up edhe të marrin organet. Kurse në rrugë ka ky perceptimi që gjithsesi tash është një lloj risku që ti jemi përsipër e kështu. Unë më pëlqen ose një nga njerëzit që më ka influencuar më shumë në botë kuptimin tim filozofik, por edhe në dimensionin tim moral është Aristoteli.
Aristoteli ka virtuous ethics, pra etika virtuoze e virtytit. Edhe Aristoteli ka dy pyetje që janë interesante si orientim në jetë, për ta gjetur çfarë është e mirë dhe çfarë është e keqe. E para është telos, pra i thot kush është qëllimi. Pra pse kemi ndërtuar ne spitalet, pse kemi ndërtuar ne rrugët, pse po e dizenjojmë makinën. Dhe duke shtuar këtë pyetje, ti pastaj fillon dhe kupton funksionin. Pra kur ne do ta gjejmë se këtë do duhet promovojmë në shoqëri, këtë do duhet bëjmë ushtar, këtë do duhet bëjmë mjek. Pyetja e parë që shtohet është kush është funksioni i ushtrisë? Kush është funksioni i spitaleve, i mjekësisë? Dhe nëse funksioni i spitaleve është të shërojmë njerëzit, edhe parimi i betimi Hipokrait është first do no harm, atëherë si fillim ne sigurojmë mirë që nuk dëmtojmë asnjë njerëz që është shëndetshëm. Dhe pastaj bëjmë maksimum për të ndihmuar ata që janë smur ose të aksidentuar. Dhe dyta që thot Aristoteli është cili është virtyti që ne do duam të zhvillojmë shoqëri. Çfarë lloj shoqërie do duam të jetojmë? Pra duam të jetojmë në një shoqëri ku ti shkon në spital për check-up edhe të shqyejnë organet? Duam të jetojmë në një shoqëri që po ishe pakicë të heqin qafe? Apo duam të jetojmë në një shoqëri ku njerëzit kanë drejta të barabarta pavarësisht nëse janë pakicë, shumicë e kështu me radhë. Pra, siç thash, për të rikthyer prapë se era shumë gjatë, e vërteta është gjithmonë diku midis, por në thelb duhet njerëz të përgjegjshëm dhe me empati por të përgjegjshëm si fillim, sepse njerëzit e papërgjegjshëm s'marrin vendime. Thot, për shembull, mendoj një polic që nuk merr vendime, që thot unë nuk kam çfarë bëj terroristët sepse do duhet ta rraf, ta vras, do duhet ta dhunoj edhe përpasoj unë nuk mund të dhunoj njerëz të tjerë pavarësisht se çfarë kanë bërë ata. Ky nuk është një polic i mirë. Pra ne na duhet një polic që na mbron. Dhe nëse mbrojtja kërkon edhe të rrafësh një kriminal që po ikën me vrap apo të plagosësh një vrasës që është ka matematikun dorë duke vrarë fëmijë, të duhet bërë, sepse ai polici që rri neutral nuk është polic i mirë. Se nuk ka kryer funksionin për cilin ne e paguajmë dhe kemi krijuar policinë që të na mbrojë nga kriminalët. Henri. Pastaj nëse ai i shijon dhuna edhe tjerë, kjo është tjetër problem, po ne na duhen njerëz të përgjegjshëm që kanë empati, të cilët e mbajnë në minimum dëmin në shoqëri. Normalisht është thik me dy presa se mund të kaloj nga të dyja anët, domethënë janë ata që nuk përfshihen. Waltz që thot The Politics of Dirty Hands, edhe ai shpjegon, thash mund të bëjmë një orë leksioni për këtë, po shpjegon që nganjëherë politika kërkon të bësh gjëra të këqija për të qenë politikan i mirë. Siç ishte kjo që thash, pra do duhet të arrestosh kriminalët, do duhet të përgjosh terroristët, do duhet të plagosësh një njeri që është duke vrarë të tjerët, si e vetëm mënyrë për të mbrojtur shoqërinë. Po që njëri pa moral pastaj abuzon me këtë pushtet. Edhe përmend pak më përpara, po edhe duhet të ndalemi pak aty. Beson tek barazia si gjë? Shiko, unë kam një klasë që e kam zhvilluar vetë, që kur isha në Francë, dhe quhet The Politics of Inequality. Nëse ka një gjë që më motivon më shumë në jetë është barazia. E kam shumë të rëndësishme, si më fal nëse pas herë do përdor fjalë anglisht, po më vin nga nuk ka problem. Konceptet se si i kam mësuar. The driving force, pra një energji orientuese është lufta për barazi. Tani do duhet ta shpjegojmë çfarë është barazia, sepse në Shqipëri ne sa dëgjojmë barazi na ndizën alarmet e para 90-s, ku njerëzit ishin të barabartë në varfëri, të barabartë në vuajtje. Nuk është kjo barazia për cilën po mendoj, ose për cilën luftojmë. Barazi do të thotë për mendimin tim shanse të barabarta njerëzve. Edhe kur themi shanse barabarta në kuptimin e plot fjalës. Sepse nëse ti fut njerëzit në provim, edhe njëri vjen nga një familje ku s'ka shku kurrë në universitet, ku s'ka pas shkolla për shtëpis, ku i është dashur të punojë edhe nuk arrit të formohet dot, dhe tjetri vjen nga një familje ku ka pas kështu private tutor gjithkohës, e ka pas orientim, e ka pas gjithë kushtet për të mësuar. Kjo prapë nuk është kushtet barabarta. Pra kushtet barabarta do thotë që
ti ta kompensosh mungesën që ka ky nxënës tjetër përballë, I cili vjen me ca mungesa apo vjen nga një disavantazhe në background dhe historinë e vet. Ama në fund konkurrojnë. Sepse këtu është ndarja e thellë midis ekstremit majt dhe ekstremit djathtë. Ekstremi majt thotë njeriu është pra beson ke determinizmi. Se këtu ka dhe diskutim për oligarkët që ndoshta ja vlen ta bëjmë, po në thelb ata që janë ekstremi majt besojnë ke determinizmi, që thotë gjërat janë të vendosura. Pra ti nuk meriton dhe nuk ke asnjë faj. Pra njeriu nuk ka asnjë faj për asgjë që bën dhe njeriu nuk meriton asgjë nga ato që bën, sepse të gjitha janë të vendosura nga rrethanat shoqërore, historike, biologjike e kështu me radhë. Falë na Zot që si jemi të majt. Vazhdojmë. Ekstrem, se ky është ekstremi i majt. Pastaj ekstremi djathtë thotë që njeriu meriton gjithçka. Pra meriton edhe dështimin, edhe suksesin. Dhe çdo njeri ja ka dalë vet ose ka dështuar vet pavarësisht rrethanave. Prapë e vërteta është diku në mes. Domethënë, ne jemi që nga fakti që ne jemi të shëndetshëm ose të smur, që s'është në dorën tonë, që ne lindim në Shqipëri apo në Gjermani, që ne lindim në këto periudhë historike apo në një periudhë tjetër, do thotë që ne nuk I kemi gjitha në dorë. Thënë kjo, ne nuk mund të heqim njeriu të përgjegjësinë për jetën e vet, për zgjedhjet që bën, për sakrificat që bën. Prandaj na duhet gjejmë një rrugë të mesme, e cila krijon kushte të barabarta për gjithë, po I mban njerëzit përgjegjës për zgjedhjet dhe vendimet që marrin jetë. Se ka njerëz pastaj që I leverdis mos bën asgjë. Se ky ishte problemi në themelor I komunizmit. Domethënë, ti mund të rri edhe në shtëpi, si parim, pastaj se si shkojnë në Shqipëri ishte fenomeni I magazinierëve, me pak fjalë që vetëm hanin. Se nuk ka rëndësi, gjithë do marrin një rrogë, ti rri në shtëpi, pse do të sakrifikosh, pse do të punosh. Edhe kjo nuk është mënyrë e mirë për të nxit njerëz, për të kthyer pyetja jote. Nuk është mënyrë e mirë për të nxit njerëz se si përpara në jetë. What's the point? Kurse kapitalizmi ekstrem pastaj është prapë ai shumë I egër, në kuptimin që ca njerëz lindin, trashëgojnë mundësira të jashtëzakonshme dhe ca njerëz nuk kanë kurrë shanse të ecin përpara, si në rastin e feudalizmit për shkak, që s'është kapitalizëm, po që është një pabarazi ekstreme sepse e gjitha bazohet tek lindja. Pra varet ku lind, si thosh. Po patjetër, Endi, po do të bëj një paralelizëm të shkurtër se po shikoj për herën e tretë serialin Mad Men. Nuk e di nëse të ka rasti ose Mad Men. Është të flet për vitet pas luftës 60, vitet 60-70, për momentin është në krizën e raketave të Kubës. Në atë periudhë po flasim. Po ta vësh rën, për sa I përket çfarë neve që jemi jashtë, le të themi, sistemit, jashtë politik bërjes ose projektimit të ardhes e tjerë. Çfarë dy gjëra vjen re? Vjen re para fare që është një individ në punë, në predominancë, domethënë burri I shtëpisë, me 3 fëmijë, 2 makina në shtëpi, një shtëpi me 5 dhoma, edhe gruaja shtëpiake. Një fuqi blerëse goxha e shëndetshme, mbase edhe e degraduar deri diku, domethënë, mbase too much. Por e barabartë në mundësi, në parim ose në teori minimumi, sepse dikush që ishte jashtëzakonisht shumë I fortë në ato që bënte, siç është një karakter femër, që shumë e vështirë në ato periudhë të çaje në një biznes ku dominohej nga meshkujt dhe femrat ose gratë dhe vajzat më saktë ishin më shumë sekretare, tregon rrugëtimin e kësaj vajze të re që me mund edhe me djersë edhe me aftësitë e saj, ajo çan dhe për më tepër I kalon gjithë kolegët e vet. Tani, mua më duket shumë herë më I drejtë, domethënë një kapitalizëm I tillë sesa një, le të themi, mix që është tani në vendet si Gjermania apo Norvegjia apo Danimarka ku pamundësia për të bler ose për të akumuluar një kapital vetjak, flasim këtu shtëpi, ku dëgjon makina, gjëra, resorse të ndryshme që mund duhen për të ecur përpara, të ndrydh në fakt të ndjekësh atë çfarë do, sepse do duhet të mbijetosh në fillim dhe pastaj të ndjekësh ëndrrën. Tani vendet nordike nuk jetojnë keq për të vërtetës. Domethënë edhe indeksi I lumturisë tregon që aty jetohet më mirë dhe cilësia e jetës është më e lartë se kudo tjetër. Megjithatë, këtu ka prap një ndarje midis majtës dhe djathtas. Dhe ndarja është
çfarë është e rëndësishme në jetë. E majta i jep prioritet gjendjes shpirtërore. E djatha i jep prioritet progresit ekonomik. Prap unë mendoj që e vërtet është diku midis. Domethënë njeriu nuk është makineri. Njeriu nuk jeton dhe nuk duhet jetojë për gjëra materiale. Gjërat materiale janë në funksion të emocionit shpirtëror. Pra, në qoftë se makina në vetvete kthehet në një objektiv, unë mendoj që kjo është një problem. Po nëse ti e do makinën për të shkuar me familjen diku, apo me miqtë, me dashurin varësisht se kush e blen makinën, makina është një instrument për të arritur një emocion. Kështu që prapë unë mendoj që është një mix është një mesme midis të dyjave. Vendet nordike nuk jetojnë keq. Në kuptimin kanë ndërtuar një shtet social, edhe këtu përgjigja nuk është as kapitalizmi ekstrem, as komunizmi. Nuk pun të jenë. Përgjigja është një kapitalizëm mirë reformuar, një kapitalizëm progresiv, i cili të jep mundësinë që të ekzistojë tregu, të ekzistojë prona private, sepse prona private të jep liri, po njëkohësisht do duhet të ekzistojë dhe shoqëria. Pra do duhet të ekzistojë komuniteti, do duhet të ekzistojë përgjegjësia, sepse njerëzit kanë liri, kanë të drejta, kanë edhe përgjegjësi. Në një shoqëri ku njerëzit kanë vetëm të drejta, pa përgjegjësi, në fakt nuk kanë as të drejta, sepse drejta ekziston vetëm si përgjegjësi e tjetrit. Nëse unë nuk ta njoh të drejtën tënde për të folur, ti nuk mund ta ushtrosh dot. Pra e drejta jote për të folur nuk ekziston më. Nëse unë nuk e njoh të drejtën tënde për jetën private, e drejta jote private nuk ekziston më. Pra shoqëria i ka nevojë për të dyja, për një balancë midis të dyja. Dhe në përgjithësi ekstremet janë ose anomali ose dominimi i një grupi të vogël shoqëror me interesa të caktuara mbi pjesën tjetër të shoqërisë. Dhe po ti shohësh edhe si erdhën bolshevikët në Rusi, ishte totalisht kryeput manipulim. Pra i premtuan tjera gjëra fshatarëve, i thanë që do bënin me pronë. Pra Lenini kishte sloganin pronë, bukë dhe paqe. Ndërkohë që gjëra e parë që i morën pronën. I lanë pa pronë. E njëjta gjë bën në Shqipëri, pra i morën pronë, e nverin fillim të shpërndante certifikata, i jep të pronën fshatarëve, se ja mori feudalëve, ja dha fshatarëve, pastaj ja mori prapë. I mori dhe pulën, i mori dhe oborrin, dhe në momentin që ti i heq njeriu pronën private, ti e zhvesh nga liria dhe nga mundësia për pavarësi. Ai është totalisht i varur. Është i varur për bukë, është i varur për strehim, është i varur për gjithçka. Po edhe që çdo gjë të bëhet private, pa pas një pikë kontakti me njëri tjetrin, dhe kjo është ekstrem. Pra, secili do të ketë shtëpinë e vet, por na duhet edhe sheshi i përbashkët. Të dashur miq, Buxhi Podcast është një podcast i pavarur që nuk mbështetet nga askush përveç se dashamirësit dhe dëgjuesit si ju. Prandaj do ju lutesha që mbi të gjitha të lini mendimet tuaja nëpër komente, bëni një like, subscribe, të ndizni atë zile në YouTube dhe nëse keni dëshirë normalisht të bëni donacione në PayPal, Buy Me a Coffee, por mbase edhe të abonoheni në Patreon. Faleminderit dhe dëgjim të këndshëm. Po na duhet edhe sheshi i përbashkët, ku kalamaj takohen me njëri tjetrin, ku të ketë një shkollë për të gjithë, ku të ketë spital për të gjithë. Nuk të dëgjoj më. Kush e vendos vijën? Ku ndahet se cila duhet të jetë private ose cila duhet të jetë publike? Shtresa e mesme. Pra, një shoqëri me shtresë mesme, një shoqëri stabil, një shoqëri e cila e gjen ekuilibrin, sepse shtresa e mesme nuk është as ekstremisht e pasur që s'do t'ia di për asnjëri, as e varfër që do t'i varet në qafë dikujt tjetër. Shtresa e mesme ka një dimension pavarësie. Një sekund. Është një radio nga diaspora që marrin kret papritur. Dhe janë live ndërkohë. Se ti hap telefonin dhe jetë ndërkohë live. Okej, çfarë po thoja pra shtresa e mesme, ekzistenca e shtresës mesme, njerëzit e shkolluar, komunitetet e shëndetshme, ku njerëzit takohen me njëri tjetrin, flasin, dal ngadalë e negociojnë atë vijën, sepse ajo vija është e negociueshme gjithkohës. Nuk është një vijë fikse. Por për të rikthyer prapë, unë mendoj që vërteta është diku midis. Pra midis pronës private dhe pronës publike. Të dyja duhet ekzistojnë, edhe balanca do duhet
Të negociohet vazhdimisht, po negociohet vazhdimisht kur ke shoqëri të shëndetshme, kur ke instrumente, kur ke hapësira demokratike. Një pyetje pak më drejt performancës vetjake ose le të themi fryteve që një individ sjell në shoqëri si biznes apo edhe si punësuar. Dua të më tregosh pak, domethënë për ty si individ në botë dhe më pas për realitetin shqiptar që cili variant i sistemit taksativ është më i drejtë në përgjithësi dhe pastaj për Shqipëri specifikisht. Ai progresiv apo taksa e sheshtë? Është thjeshtim shumë i madh i debatit kjo puna taksa e sheshtë apo taksa progresive. Po më lër të shpjegoj historinë time dhe për të rikthy prapë tek kjo që po flasim. Unë vi nga një familje modeste. Prindërit e mi kanë qenë punëtor, punonin për fabrika. Në 90-ën e humbën punën, edhe në këto moment të vështirë ekonomik, sepse s'kishte, ngelën pa punë, ngelën pa lek. E mira ishte që në atë kohë shtëpitë ishin gjitha publike, ne paguajë një qerat vogël, edhe e privatizuan prindërit që të paktën kishim shtëpi. Kjo ishte një lloj sigurie. Po përveç kësaj s'kisha asgjë. Mami merrte për kohë shumë vogël, mori një lloj asistence, kishte nga këto gjëra qesharake, pak shumë pak lek. Kështu babi doli në rrugë. Filloi të shiste gjëra. Qelloi që shtëpinë e kishim afër tregut elektrik. Shiste lloj gjërash, domethënë nga këto gjërat e lira, zora, uji, janë qenë ca tava për pjekje, ca termus, dhe pastaj përfundoi me televizora, shiste televizora. Kjo ja mundësi që bënde ca para, pastaj hapi dyqan, ajo heci mirë, dështoi, eci prap mirë, pra do të thënë arritet të krijon një lloj stabiliteti financiar përmes tregut lirë. Pra doli në treg, konkuroi me gjithë tjerët, shiti më shumë se të tjerët, mjaftueshëm për ta nxjerrë familjen nga ajo situatë e vështirë ekonomike. Konkurrencë direkte, kokë në kokë. Një moment usmur, kisha pandesit, ngelëm, shkojnë në spital, atë kërkonin gjithë lek, s'kishim mjaftueshëm lek, po aq sa arritëm të zgjidhim, po sa u bë mirë babi, ishin gati një muaj pa punë, pra një muaj pa asnjë lek. Dhe unë aty kam parë të dyja, pra nevojën e shteti kur ti smuresh dhe kur gjërat shkojnë keq, dhe nevojën për të pasur një treg të lirë që njeriu të konkurojë me punën e vet. Tani ato lekët që babi fitonte kur doli dhe konkuroi kokë në kokë me shitset e tjera aty ke tregu elektrik, qofse do pagunte taksa, taksa do menaxhoheshin siç duhet, do kishim një spital më të mirë, një siguracion më të mirë, dhe në momentin që smuresh do I marrësh ato lekët mbrapsht derisa ta marrësh veten dhe dalësh prapë ke tregu. Pra, taksat janë për këtë funksion. Janë për funksion kur njeriu I bie një fatkeqësi, kur njeriu dështon, kur njeriu ka një moment vështirë, kur njeriu është student apo kur njeriu është pensionist. Ky është qëllimi I taksave. Nëse ne shohim taksën si një, ku diun, feudal I zonës që po mbledh taksën nga bujk robrit, padyshim që do themi sa më pak sepse ne lekët I menaxhojmë më mirë vetë, na duhet shteti. Por nëse ne kuptojmë që ose nëse ndërtojmë një shtet demokratik, një shtet eficient, taksat janë shërbime publike, taksat janë spitale, taksat janë rrugë, taksat janë shkolla. Tani për të rikthyer taksa e sheshtë apo progresive. Koncepti mbas taksës së sheshtë dhe progresive, koncepti është shumë I thjeshtë, është kush do të paguajë më shumë, të pasurit apo të varfrit, ose shtresa e mesme. Unë mendoj, njerëzit të cilët janë ekstremisht të pasur, pra mbi 1 milion euro pasuri, do duhet paguajnë shumë më tepër se sa shtresa e mesme. Pse? Sepse ata kanë përfituar më shumë nga shoqëria dhe ata e përdorin më shumë shërbime publike. Pra nëse ti je një biznesmen I madh që ke 500 milion euro qarkullim, e para ti ke më shumë mundësi për të paguar më shumë. Kjo është si fillim I mirë, për të kontribuar më shumë. E dyta, ti ke përfituar më shumë nga rendi publik, ke përfituar më shumë nga shërbimet publike, nga rrugët, nga spitalet,
nga shkollat, sepse ti ke punësuar njerëz që janë shkolluar nga shkolla publike. Në qoftë se punëtorët do smuren, do shkojnë në spitale publike. Ti do ka lëvizësh me makina të cilat janë në rrugë publike. Ti do duhet të shijosh parat duke pas një rend publik, që thotë që policia punon edhe për biznesmen mund të thoshte që shumë nga këto pjesë të infrastrukturës publike janë ndërtuar me taksat që unë kam derdhur në këtë shtet me biznesin që kam bërë. Patjetër pra. Pra ne do të paguajmë më shumë, sepse ai përdor më shumë atë se që përdor një njeri që lëviz me autobus dhe zë më pak hapësirë publike, një njeri i cili o një biznes i vogël që ka vetëm një të punësuar, shpenzon më pak shërbime publike, përfiton më pak nga rendi publik, se që përfiton një që ka 5.000 të punësuar. Kështu që sa shumë më shumë ose sa më pak do të paguajmë, sepse biznesmeni si me taksën e sheshtësi me atë progresive më shumë paguan në dy rastet. Jo, nuk është e vërtetë, nuk është e vërtetë. E para njëherë ne në Shqipëri kemi taksë regresive. Pra sa më shumë fiton aq më pak paguam. Sepse pra mas një fashe të bie përqindja e taksimit e para dhe e dyta, ne kemi për shembull ligje ku investitorët strategjik që kanë marrë prona Bregdet paguajnë 0 tatim fitimi për 10 vjet. Ndërkohë që ai që punon paguan 23% të ardhurave. Pra një njeri ka bërë një shkollë, ka marrë një profesion, shkon 8 orë në punë në ditë, por pse më shumë dhe paguan 23% tatim fitimi. Qoftë ti bën një kontratë konsulence, paguan 50% tatim fitimi. Pra ti je duke punu. Ndërkohë ai që është oligark, që është investor strategjik, paguan 0 tatim fitimi. Dividendi, që është rroga e të pasurve, rroga e oligarkëve, është 9%. Tani si parim, nuk duhet taksu puna, duhet taksu paraja pasive, se paraja pasive, pra për ata që nuk janë shumë familjar, dikush ka bler aksione në një kompani. Ndahet fitimi i kompanisë dhe ky quhet dividend. Tani kjo tatohet me 9%. Është para pasive, ti s'ke bërë asnjë punë aty. Ndërkohë që ky që ka shkuar është 2 mëngjes dhe ka shkuar në punë, ky ka punuar, ky nuk mund të paguajë më shumë tatim se ç'paguan ky që s'bën asgjë. Dhe ka dhe një arsye ekonomike pse të pasurit duhen tatu më shumë. Se të pasurit konsumojnë më pak. Pra kur ti ka një limit se sa mund të hash, ka një limit se sa mund të blesh. Dhe nëse ne i ulim taksat për shtresën e mesme, çfarë do bëjnë ata? Nuk do t'i depozitojnë para, ti i shpenzojnë. Për shembull, në Shqipëri shkon gati 45% e të ardhurave mujore shkojnë për bukë, pra për ushqime. Nuk ka asnjë oligark që ha 50% të ardhurave ushqime. Se si ha dot. Nuk mund të hash 500.000 euro në muaj ushqime. Çado që të hash. Atëherë ç'a ndodh? Dal nga dal, ekonomia vjen duke rrudhur, sepse nëse parat përqendrohen në disa duar dhe ata nuk arrin dot ti shpenzojnë, blien më pak produkte dhe më pak shërbime. Ndërkohë ata që janë më të varfër nuk kanë mundësi të blejnë se s'kan para, ky ka para apo s'ka aq nevoja dhe dal nga dal ekonomia vjen duke u zvogluar. Prandaj duhet të incentivohen ata që janë le të them shtresë mesme dhe të varfër që të shpenzojnë më shumë dhe që ata të shpenzojnë më shumë do duhet marrin më shumë në mënyrë që të blihen më shumë produkte, më shumë shërbime, dikush që ka hapi biznes shikoj që është rrit kërkesa, do prodhoj më shumë, do punësoj më shumë njerëz dhe në përgjithësi ekonomia zgjerohet. Pra edhe nga pikpamja ekonomike, edhe si kapitalist po ta shohësh, është me interes që sistemi i taksimit, pra këto para që na duhen për shërbimin publike, kryesisht të vinë nga më të pasurit, të cilët për hir të vërtetës nuk i vret ajo. Kanë mjaftueshëm para. Do të thënë do ishte më mirë nëse do të ulnim taksat për të shtresën e mesme dhe të ulët se sa të ngrinim për biznesin, apo. Shikoj, Britania është vend kapitalist. Deri në 13.000 pound në vit ti paguan 0 taksë. Pse? Sepse harxhon më shumë para të rrish ti kontrollosh ta njerëz dhe ti mbledhësh dhe nga ana tjetër me 1.000 pound në muaj ti do t'i shpenzosh të gjitha, s'të ngelet asnjë lek mjan. Pra ajo është gjithë lek aktiv në qarkullim në shoqëri. Do paguash një qira, do blesh një shërbim, do blesh një produkt, kështu ja do mbetet në ekonomi. Dhe fillon dhe do takson kur ti je shumë më i pasur. Jam i bindur për këtë. Pra ne na duhet
sepse nga diku do vinë lekët. E mira do ishte që asi mos pagunte as taks as gjë dhe gjithë shijonin produktet e punës vet, sepse ai i pasur dhe ai ka fituar, ka punu. Ka punuar. Nuk e diskutoj. Do ishte një incentiv për sidomos për këto investitorët e famshëm strategjike, më thet thash, ose le të themi kompani AG, korporatat më mëdha që mund të qarkullojnë në Shqipëri. A do ishte një zgjidhje që këtyre ti diktoje, le të themi, një farë lloj ndihme që mund të jepni komunitetit, jo domosdoshmërisht në lek ose në para, në kapital monetar direkt, por nëse le të themi filan Fisteku që ka një nga kompaninë ndërtuese më të mëdha, është duke ndërtuar një, le të themi, resort ose mbase edhe një lagje të re, si shpesh ndodh rreth e qark Tiranës, me sa e kam kuptuar kohët e fundit. A mund të ishte diçka e mirë nëse shteti do ta detyronte që të ndërtonte dhe infrastrukturën që normalisht mund ta bënte shteti, si një shkollë, një kopësht, një ambulancë? Normalisht e kanë. Pra normalisht e kanë me detyrim ligjor ata që ta bëjnë. Në disa raste e bëjnë, në disa raste nuk e bëjnë. Po normalisht po. Pra ti po përfiton, po ti po ndërton një kompleks pallatesh, tash këta njerëz tu nuk është pulari. Ka njerëz që kanë nevojë për shërbime, do duhet shkojnë në shtëpi, dalin nga shtëpia, do duhet parkojnë makina, do duhet një lulishte, do i duhet një shkollë, do i duhet një ambulancë. Kështu që padyshim që ajo do duhet bërë, njëkohësisht do duhet dhënë që një pjesë e këtyre hapësirave do duhen shitur me çmime të kontrolluara, që të kenë akses gjithë. Sepse nuk mundet të krijojmë, dhe ajo që po ndodh në Tiranë për shkakun sot është një spastrim ekonomik. Pra s'ka akses. Don i kanë përzën banorët autoktonas të Tiranës, i kanë përzën në periferi. Se nuk e përballen më jetesën në qendër. Kjo duhet zgjidhur sepse Tirana duhet të përkasë të gjithëve, Shqipëria do duhet të përkasë të gjithëve dhe njerëzit duhet të integrohen në komunitetet e përbashkëta, se është dhe më e shëndetshme ajo. Për shembull, në fillim të viteve 90, ku akoma s'kishin filluar këto diferencimet, ishim akoma ballate vjetra, ishim akoma një shkolla, nuk ishte akoma s'ishte ndarë shoqëria në klasa të forta, siç është ndarë tash. Unë kisha në shkollë fëmijë ministrash, fëmijë deputetësh. Kjo kishte disa avantazhe. E para për shkollën një, sepse ata kujdesin që shkolla të ishte në rregull, të kishte ngroje, të kishte xhama, sepse ishin dhe fëmijët e vet. E dyta për kapitalin social. Se vërtet prindërit e mi ishin punëtorë dhe njihshin disa punëtorë të tjerë në fabrika, po prindërit e tyre kishin lidhje, kishin kontakte. Ata kishin tjetër model, tjetër vlerësim ndoshta për jetën, për biznesin, për shkollën, dhe ne mësonim nga njëri tjetri. Dhe në përgjithësi, shoqëritë janë më demokratike edhe më të qëndrueshme kur klasat sociale nuk janë të ndara. Kur ti ndan me mure klasat sociale, në përgjithësi prodhohet pastaj ajo që po ndodh sot në disa vende ku njerëzit urrejnë njëri tjetrin. Me urrejnë se nuk e njohin. Nuk kanë ndërveprim, nuk kanë shpresë që gjërat mund të përmirësohen. Pra ti lind nga një familje punëtorësh, shkon në shkollë ku takon fëmijë të punëtorëve të tjerë, dhe ky është i vetmi model që ti je ekspozuar. Këta janë vetëm kontakte që ti ke, kur mbaron shkollën, s'ke si të ecësh përpara se s'njeh njëri. Sidomos në një vend si Shqipëria ku po s'njofte njëri, ti s'merr vesh bëhet. Buqim në bu, CHI, bu, CHI, podcast.